Në kuadër të 9 vjetorit e ripërtritjes së pavarësisë së malit të Zi nga përfaqësuesit e subjekteve politike në Ulqin, kemi marrë opinionet e tyre rreth rezultateve të cilat i vlerësojnë si janë arritur në këtë periudhë të shtetit të pavarur nëpër masat lokale, shtetërore dhe ndërkombëtare. Jemi përpjekur që të përfshijmë të gjithë përfaqësuesit e subjekteve relevante të skenës politike të Ulqinit, por kemi arritur të kontaktojmë disa prej zyrtarëve të komunitetit partijak, të cilët ju ftoj të ndiqni në vazhdim të kronikës. Në edicionet tona të radhës shpresojmë se do të kemi edhe deklaratat e aktorëve të tjerë të korpusit politik të Ulqinit. Një si ndër personat i cili faktikisht ka qenë të 9 vite në politikë dhe i ka përcjell aktivitetet dhe rrjedhat dhe ngjarjet politike. Mendoj që Ulqini dhe shqiptarët në veçanti në Malzi për të 9 vite nuk kanë shku në një situatë më të mirë, më të përmirësueshme. Dihet që 9 vite pavarësi sa i përket situatës ekonomike kanë shku më keq. Dihet se kemi disa hotele që janë të rënuara, kemi një zhvillim të stagnuar, kemi ndërmarrjet që kanë qenë dikur shumë të mëdha, kryporja e tjera që sot nuk punojnë. Atë çka ka ndodhur janë që sektori privat, qoftë biznesi i vogël dhe i mesëm, ka lulëzuar në një farë mënyrë, por ende ato çka ne presim investimet të mëdha, do të thotë qofshin në sektorin turistik ose në sektore tjera të prodhimtarisë ose të bujqësisë nuk kemi. Çka mund veçojmë për të 9 vite, mund veçojmë që vitet e fundit, do të thotë vitet e fundit ka rreth për vitin 2008-9 ose 10 mund të them që kanë filluar disa investime që është duke ndërmarrë shteti. Këtu në Ulqin është ndërtimi i urës mbi Port Milen, që ka kushtuar rreth 14 milionë euro, që është investim i madh, dhe rruga që lidh pikën kufitare me Ulqin, që janë dy investime të madhore që në Ulqin nuk kanë ndodhur, kapitale që në Ulqin nuk kanë ndodhur me dekade. Do të thotë ta janë mund të them që ka një lëvizje viteve të fundit. Kurse për situatën ekonomike nuk mund të them se është në nivel ende në një nivel më të mirë se ka qenë më përpara. Situata politike për shqiptarët tashti a jemi fajtor ne apo është fajtor në kusht tjetër, është më e keqe. Dihet se përfaqësuesit shqiptar kanë qenë në parlament më shumë, kanë qenë edhe më shumë edhe në qeveri. Sot jemi më pak, edhe të integruar do të thotë edhe në institucione shtetërore. Dhe atë çka mund të them që ka degeneruar përfaqësimi ose mund të them që jemi dëshmitar me këtë situatën e fundit politike, qoftë për koalicionet parlamentare, ndarjen e deputetëve etj, do të thotë situata shumë më e keqe. Tashti këtu nuk mund ta fajsojmë dikë, do të fajsojmë vetin, ne jemi ne përgjegjës për këtë, jemi ne që nuk kemi besimin te një tjetri. Atë çka presim do të thotë proceset integruese për në Bashkimin Evropian dhe që është më aktuale është marrja e thirrjes për NATO. Do të janë disa gjëra që e presin Malzi dhe faktikisht edhe ne si pakic që jetojmë këtë shtet presim që të ketë rezultate pozitive mbas hyrjes në NATO, që mendojmë që është një gjë e mirë që mund ndodh, duke ditë se është një garant edhe për stabilitet, qoftë politik po edhe ekonomik. Do të thotë më tepër ndoshta edhe ekonomik, jep një siguri investitorëve të huaj. Hyrja në NATO, ashtu siç e kanë edhe vendet tjera që kanë hyrë në NATO, kanë pas një rritje të madhe ekonomike dhe një stabilitet shumë të madh edhe politik. Lora Drekić thotë se edhe partitë tjera mendojnë që Partia Demokratike e Socialistëve duhet të jetë në pushtetin lokal të Ulqinit. Më së pari dëshiroj që të gjithë qytetarëve të Ulqinit të uroj edhe të Malit të Zi, të uroj ditën e pavarësisë, edhe e dyta është që shqiptarët, gjithsesi qytetarët e Ulqinit kanë lënë një kontribut të madh të Malit të Zi të pavarur. Ju e dini edhe ju që 12.000 sa vota kanë qenë për 12.400 diçka, vota kanë qenë për Malit të Zi të pavarur, kështu që ai kontribut i tyre nuk mund të harrohet kur në Malit të Zi.
përveç asaj, janë vu themelet e Malit të Zi, themelet bazamenti i qeverisë Malit të Zi, i shtetit Malit të Zi. Mirë po, gjatë kësaj periude nënvjeçare, ka mujt të bëhet edhe ma tepër sa i përket zhvillimit ekonomik të Malit të Zi, mirë po, ka pas shumë pengesa Malit të Zi, sepse kur një njeri nuk e don në shtëpi, çdo me rregullu shtëpinë vet, atëherë nuk është e mirë, nuk është e ulës edhe nuk, domethënë, ta elemente destruktive të cilat kanë në gjithë këtë periudhën e pavarësisë Malit të Zi, e dim që kanë ndikuar edhe në ekonominë e Malit të Zi. Mirë po, është me rëndësi që Mali të Zi të forcohet dhe me siguri që Mali i Zi deri në fund të vitit ka me fitu thirrjen për hyrjen në NATO. Mali i Zi shkon drejt Bashkisë Evropiane, kështu që nuk ka kthim më. Edhe në rajon me hyrjen e Malit të Zi në NATO do të jenë më stabil rajoni i këtij Ballkanit perëndimor. Shkoj ma konkretisht, çka mund të na thoni për këtë periudhë, cilët ka arrit Ulqini që do të mund të identifikohet që është arritur gjatë tyre 9 vjetëve të Malit të Zi sovran? Unë personalisht them që në Ulqin gjatë kësaj periudhe 9 vjeçare, përveç disa projekte të cilat i ka vënë shteti i Malit të Zi, nuk ka ecë përpara Ulqini. Domethënë, ndoshta edhe ata pushtetarë të cilët e kanë udhëhequr Ulqinin, nuk kanë menu për zhvillim të Ulqinit, sepse Ulqini e meriton të zhvillohet, e meriton që të jetë qytet evropian, mirë po ta ngjarjet politike të cilat kanë ndodhur në Ulqin gjatë kësaj periudhe dhe funksionerëve politik që të quajmë të komunës së Ulqinit, ata pak e kanë stagnuar zhvillimin më të horshëm të Ulqinit, sepse ka pas një periudhë kur ka mujt të zhvillohet Ulqini dhe më tepër, mirë po duke u nisur prej asaj që koalicionet që kanë qenë, disa kanë qenë për zhvillim, tjerë për mos zhvillim. Pastaj në reciproke janë zvarrit ato antagonizmat mes tyre, kështu që Ulqini sot ka met i pazhvilluar edhe pak i zban për këtë periudhë në Ulqin. Edhe situata politike në Ulqin nuk ka qenë e pëlqyeshme, nuk ka qenë e duhur, e mjaftueshme, sepse qytetarët e Ulqinit kanë nevojë, edhe Ulqini ka nevojë që të zhvillohet me një entitet më të vërtetshëm, për arsye se Ulqini duke u nisur nga një detaj i vogël, domethënë gjatë këtij regjistrimit që është bërë para disa viteve, Ulqini ka pas 25.000 banor. Mirë po, me regjistrimin e fundit ka pas 20.000 diçka banor, 20.000 e sa banor. Do të thonë që emigrimi, mospunësia, duke mos investu në hoteleri, në ekonomi, në fabrikat vogla, mini, duke mos e aftësu edhe bujqësinë, domethënë ka met pa çelje të vendeve të punës. Kështu që të rinjt ulqinakët të cilët kanë kryer shkollën, është desh që të migrojnë, kanë shku në Evropë shumica, kanë shku në Amerikë shumica, kështu që kjo është gjatë një element kryesor e cili e zvarrit zhvillimin e Ulqinit. Ulqini duhet të zhvillohet me hova më të vërtetshëm, të jenë më vigjilent këto të cilët udhëheqin pushtetin, të kenë vigjilencë ndaj qytetarëve të cilët kanë qenë besimtarë, të cilët kanë qenë për ato, domethënë mos të bëjnë zhgënjime të votuesit e tyre, por të rikthehen zhvillimit të Ulqinit pa marrë parasysh cila parti politike gjinë të poshtë.
Duket pak a shumë në këtë kontekst që edhe ju e thatë, kjo ngecje, kjo ngërç, është duke vazhduar, sikur një subjekt pengon tjetrin edhe të gjithë krijojnë shumicën. Ky gërç, si ta quajmë, si e thatë edhe ju, është njët pak shumë. Mirë po, kur zvarritet e zgjat shumë, atëherë edhe njeriu lodhet. Edhe muskulli kur e kap gërçi lodhet, nëse ai lëshon për herë nuk lodhet, por nëse zgjat më tepër, me siguri atëherë vjen deri te raskapitja, deri te lodhja, edhe kështu që edhe këta pushtetat që janë në komunën e Ulqinit, edhe para atyre, edhe tjerë të para, domethënë, të gjithë ato kanë qenë në një gërç, si ta quajmë, që pa marrë parasysh se ajo koha e atij nacional patriotizmit ka kalu. Gjithë e dim që jena shqiptar, edhe në Partinë Demokratike Socialiste ka 90% shqiptar, pa marrë parasysh Partia Qytetare, por e dim që e udhëheqin këtë parti shumica që janë shqiptar, kështu që ata floskullat e tyre partive politike që kesh Partia Qytetare, nuk është parti shqiptare, aja e ka blan Ulqinin mrapa. Është e mjerueshme që për ditën e pavarësisë, ku qytetarët e Ulqinit kanë dhënë një kontribut më të madh për malin e zi sovran pavarur, është e mjerueshme të shih të kalosh rrugave të Ulqinit dhe mos të kem asnjë flamur malit zi, për shembull, vetëm ta organet shtetërore që janë ato i kanë. Domethënë, me te tregohet që na jetojnë në maltëzi, por do të më menu për të mirën e Ulqinit. Na jena banorët e Ulqinit, banorët e malit zi, kështu që nuk kanë ata floskullat e tyre që jo kështu, jo nër tjetër, disesi mbështedhin punën duke mos i dhënë rëndësi një manifestimi, një feste kryesore të malit të zi, festë kryesore, sepse pamarësinë e malit të zi e cila është vetu para 9 vjetëve, domethënë, por me i dhënë rëndësi për shembull para vitit të ri me dekoru qytetin. Aja mundet, por kja fest e cile është madhështore për malin e zi, fest kyçe për malin e zi, menojon, edhe gjithë qytetarët të cilët i menojnë mirë Ulqinit edhe malit zi, edhe të jenë një farë dekorimit qytetit ma mirë se ka qenë dje edhe sot. Ato janë kritikat e pushtetit lokal nas. Unë jam pushtet, unë jam opozit edhe synimi i opozitës është gjithmonë që të marrin rolin e pozitës, që ta hekin gjithësisht të hynë në pushtet. Sepse disa medje ndoshta e keq përdoren që kryetari i Partisë Demokratike Socialiste, Loro Nekiçi, ka thënë që është gati, po hym pushtet këtë njatë, mirë po ato nër tendenzioze, e bajnë atë, tendenzioze, edhe nër jo të pëlqyeshme për Partinë Demokratike Socialiste, por edhe për qytetarët e Ulqinit. Me siguri që do të me ndërru diçka në Ulqin, se kështu nuk shkon ma, është një situatë e keqe politike në Ulqin, pushteti lokal nuk punon si duhet, atë e thamun edhe e thojnë edhe qytetarët e Ulqinit të shohin këte, mirë po duhet me bëjnë një farëndrimësh. Pëtësh, ne jena të gatshëm për me hy, me bëjnë pjesë në pushtet, varet prej ofertave se cilat na japin si jetek, kështu që synimi i jonë është që edhe i qytetarëve të Ulqinit, edhe antarëve të Partisë Demokratike Socialiste, por edhe shumë antarë tjerë të partive tjera, është që Partia Demokratike Socialiste të hynë në pushtet. Kryetari i Unionit Demokratik të Shqiptarëve, Mehmet Zenga,
Mendon se Ulqini meriton një pushtet më të përgjegjshëm sepse kemi resurse për një zhvillim më të hollë ekonomik, por duhet të jemi unik për kërkesën dhe realizimin e atyre projekteve që mund të realizohen. Pavarësisht se shqiptarët e Malizit kanë ruajtur një rol shumë aktiv dhe progresiv, në fundit pozitiv, sepse i kanë thënë pohin atij projekt për të qeverisë të shtetit Malizi, me natyrisht normalisht subjekti i cili ne përfaqësojmë tani me këtë përkrahje ka dhënë me sugjerimin kështu direkt të qeverisë Tiranës, sepse pavarësi Malizi ka qenë në spektrin e gjanë, do të thënë në spektrin regional, ka qenë një interes madhor për interesin e shqiptarëve, sidomos për Kosovën, sepse me pavarësimin e Malizi edhe faktori shqiptar në Ballkan, sidomos e faktori shqiptar në Kosovë, dukshëm është rresu pozita e tij, sidomos kundrejt rezolutës 1284. Nërsa këtë në interesin në aspektin e këshyrës të interesit të shqiptarëve në komunën e Ulqinit apo në Malin e Zi është sepse e para ishte që ma mirë të kemë punë me 700.000 malë, me 500.000 malëze, se për me një qeveri e cili është shumë ma madhe, cila edhe problemi shqiptarëve do t'ishte edhe shumë ma, do t'haste shumë ma vështirësina, cila do ishte edhe ma vështirë dhe të zgjidheshin. E kemi edhe parasysh edhe si e kanë pozitën shqiptarët e Luginës Preshevës, edhe përkica tjera cila gjithën në Serbi. Nëse e pa ne e pa me tullës, normalisht, gjithmonë duke opozu në atë interesin regional shqiptarëve dhe duke gjetë interesin në vetë në pavarësimin e Malizi. Shpesh keni thonë që duke mbështetur në kontributin e shqiptarëve në mbetësimin e shtetit të Malit të Zi, qeveria malezese ka obligime ndaj shqiptarëve. Po si jo, edhe të obligime janë shumë larg prej asaj që të ketë një kënaqësi nga ana shqiptarëve, sepse pritshmëria jonë ka qenë shumë më madhe dhe ishte më madhe, sepse përkrahja jonë ka qenë pa thojza, pa prapavi, përkrahja shqiptarëve ka qenë e sinqertë, edhe kundrejt edhe në drejtim të saj që përmirësimin e statusit, jo vetëm shqiptarëve, pa ka qenë përmirësimin e statusit edhe si Malizi si shtet, edhe për popull tjerë. Do thotë, përkrahja shqiptarëve s'ka qenë në kuptimin që ka pasin përpavi politike, cili ndoshta dikush e dëshiron të janë vesh për interesat momentit caktuar apo qarkut caktuar, por ka qenë një përkrahje ku shqiptarët me përkrahjen e vet presin që në këtë shtet ta kenë vendin e vet, pozitën e vet, hiç ma pak as ma shumë se që kanë merituar se që ta kanë. Sepse në fundit jemi popull autokton, i cili as gja s'kem pru në Ulqin për vetë i zgjet në Ulqin. S'kemi huazime, s'kemi tjetërsime në kulturën, në traditat, prejardhjet tonë, për thjesht jemi një popull i cili me shekuj graviton edhe është në këta teritorit cilat jeton sot. Prandaj edhe pritshmëria jonë është arsyeshme, nuk dëshirojmë diçka të jashtëzakonshme, nuk dëshirojmë diçka pa kapshme, por thjesht kërkesat e shqiptarëve janë reale. Çka do thotë? Një përfaqësim denj. Fundit e kemi drejtat, kemi një problem që me arritjen e disa segmenteve të lirisë politike, shqiptarët mund të themi që në aspektin ekonomik janë të dëmtuar shumë. Sepse bukfalisht një qytet i cili nuk dëshiroj që të përsëritem, sepse janë edhe ta secili që pak a shumë jeton dhe vepron këtë qytet, edhe kush ka pak edhe një moshë tjetër, pak ma të shkuar, e manë një këtë Ulqin e manë menë edhe si një nër perlet e zhvillimit, apo një nër lokomotivat, apo një gërgus të zhvillimit komplet turizmit Malizi. Një këtë qytet ka zhvillu që të thëmu lirish më themi, një këtë qytet, me resurset e veta turistike, ka zhvillu, ka dhënë kontributin më të madhin për zhvillimin e gjithë llojeve të turizmit Malizi. Jo vetëm turizmin veror,
sepse me mjetet financiare që janë vjen kështet, vetë një segment, me 87 Ulqini, Antalya Turqis. Ulqini ka pas të ardhura 80 milion marka në vjet, Antalya si ka pas as 20. Ulqini ka pas 10 hotele 15, kompleta e Antalya ka qenë jashtëzakonisht shumë e vorfur, edhe si për ka oferta, ashtu edhe për ka vjelet e mjeteve turistike. Shkanodhën tësh. Ulqini më rritën aty, jam të thënë në sektorin ku bate pranimi i organizimit në mesaferëve, do të thotë sektorin hotelerik. Ulqini ka hup 5-6 hotele nuk i ka, ma cilet i ka, edhe ata cilet i ka janë veç me yje, 3 yje. E shkanodhën me Antalya, Antalya ka 5 miliard. Pitardhën, dhe më thanë, ati kemi një zhvillim. Maramaz, nërsa nemi kemi një ramje në zhvillim, mund themi lirisht edhe Maramaz. E kundërta, pse nodhën ke punë? Gjithat e qytetet Mërzi kanë avansuar në zhvillimin e turizmit. Ulqini nuk ka avansuar. Do të thotë, sa i përket, për këtë spektër nuk dëshirojmë që nuk është edhe udhës që të lidhet me pamvarësimin, sepse kjo kështë e noth, sepse ty pa disa rezultate të cilat janë masë evidente, tani kjo kështë e noth, kështë qenë Malizi, i varën apo i pamvarën, njëse këtë punë e kështë në ba Ulqinit. Por prandaj nuk lidhet me segmentin e pamvarësimit Malizi, ramja ekonomike e Ulqinit. Aja lidhet me diçka tjetër. Aja ka të bëjë me atë që dikush ala ekziston e filozofia apo psikologjia vjetër e mosbesimit ndaj shqiptarëve, apo po qëse shqiptarët, unë spaku ka fillu të kuptojnë këtë mënyrë, po këtë fundit, që ai mosbesimi cili noshta dhe shtyn ka aja ku shqiptarëve duhet mos t'jenë fort edhe të zhvilluar, mos t'i jepet një far krahu të zhvillimit, sepse ndoshta edhe më lehtë mund të kontrollohen shqiptarët, apo dikush tjetër në fundit dhe me centralizimin e pushtetit, pavarësisht se gravitojnë të trevat, jo se për zhvillimin e turizmit, komunën tonë ata nuk jena një kuqër të ty në neve. Kryetar Zenka, megjithatë duhet të lidhem pak këtë periudhën 9 vjeçare. Ju keni qenë para 2 mandatesh, keni qenë deputet. Edhe tash janë disa të tjerë. Sa mendoni përfaqësuesit shqiptarë në Kuvendin e Malit të Zi i përfaqësojnë interesat e shqiptarëve në Malin e Zi të pavarur? Sa i përket thirrjeve të kalume, ku kem pas përbami tjerë, do të thotë në Parlamentin e Malit të Zi, ku kam qenë edhe unë në fundit, kur ka pas bajmë, secili liq ku ka pas bajmë me shqiptar, me drejtat e shqiptarëve, apo me trevet ku gravitojnë shqiptarët, angazhimi ka qenë maksimal në mbrojtjen e interesit shqiptarëve. Çka do të thotë që nuk kem qenë pejtueshmëri mas një ligj cili ka qenë kundërshtim me interesin e shqiptarëve. Mirë, po për fatkeqësi na ndodhe që hup me drejtat arritura, ku si ishte ligji zgjedhor, ku ma interesante për opinionin politik malezis apo për babsat politik të Malit të Zi ishte një pikë apo impresjen mes serbëve dhe malezesve, se që ishte përfaqësimi i denjë shqiptarëve. Shqiptarët e bojkotuan atë ditë të zgjedhjeve i Bujban, disa gjeste të momentit, gjeste të revoltës, mirë po e kemi masë evidente kur ky ligj është aktualitet, por nuk është fatkeqësi aty se ty Malizi, për shembull, Gjeveria Malizi apo shteti Malizi ty të songon me një farë drejte, kur çohet kur ke shqiptarin në Komisionin Zgjedhor Republikan edhe për krahat voton pro që të shkojë një sërb në vend shqiptarit. Përkundër në anë tjetër votojnë 7 sërb, votojnë që drejta i të kanë shqiptarit. Do të thotë kemi disa veprime politike të cilat kalojnë subjektivizëm, kalojnë thjesht në marrëdhëniet më të ulta që mund të kenë 2 subjekte politike. Do thotë nuk e shikojnë të interesin e përgjithshëm, sepse e drejta e shqiptarit, pavarësisht kush e gëzon moment edhe kush e përfaqëson në atë moment, ishte drejta e një komit cili me pas i përfaqësues vet. A ishte mirë apo nuk ishte mirë? Normalisht veprimi i tij e tregon dhe fundi i veprimit i tij i tregon rezultatet e punës së tij.
Më pasaj për këtë sotit, ne 15 vite kemi pas ministër shqiptarët për të parën herë. 15 vite, pavarësisht, që s'mund themi që janë arritur disa rezultate, që janë arritur rezultate, por nuk janë rezultate cilët mund të na japin një vetkënaqësi, edhe që të themi që shqiptarët kanë arritur maksimum. Jo. Për momentin kanë qenë rezultate apo atë korrje politike, rezultate politike që kanë qenë optimumi kohës, por jo maksimumi i kërkesave tona. Çka ndodhi? Prej faktorit numër 1 për pakicave në Malzi, siç kanë qenë shqiptarët deri para 3 viteve. Ndodhen e kundërta, shqiptarët defaktirizohen, bukfalisht nuk ekzistojnë më si faktor politik, sepse nuk pyeten, pavarësisht se përmbajtja numërore e koalicionit gjevritar, apo koalicionit pushtet, shumë a vogël se çka qenë kohët e tjera. Por kohë tjera ka qenë edhe nështë edhe nevoja për dorën e shqiptarit ka qenë ma vogël. Por shqiptari ka pas sektorin në gjeveri, shqiptari ka qenë i përfaqësuar, edhe në fundit shqiptari shpyt, kur ka qenë pyetje pakice. Sot shqiptari pozitë shumë atë volitshme, ndodhen një defekt politik, nuk s'dëshoj të përdoroj një terminologji më të rëndë, një defekt politik ku një krah shqiptarit, janë dy subjekte koalicionesh. Në vend që të shkojnë përgatisin një platformës bashku, edhe të paraqiten në platformës përbashkë pranë Gjeverisë, apo pranë përbamësave tarshëm Gjeverisë, a njëri shkon ban platformë me kroate bosnjake, kush e di se me kënd, ky tjetri shkon edhe ja jep për krakin pa rezerva, çka ndodhen? Kroati që s'ka pas kur ministër fitën ministër, bosnjaku fitën nën kryetarin e Gjeverisë, nën kryetarin e parlamentit, ky shqiptari ku nuk di ku thjesht pos prezencës fizike për disa rezultate aktive nuk shoh më, nuk shoh fryt në fundit një defaktorizim shumë i shpejt edhe maramans, si me të vërtet shqiptarët kena ardhur një pozitë të pa pëlqyeshme. Mendoni edhe në nivelin lokal? Nivelin lokal ishte histori tjetër, nivelin lokal ishte histori shumë e çuditshme, mund të them edhe që ta quaj edhe paradoksale për kësa, ku ka të bëj pak edhe me vramin apo me luajtjen e njeriut si njeri, qytetarit si qytetar. Sepse bëhet brenda natës para 3 viteve bëhet një permutacion pushtetit, periodave të tërtave kush e di se piku, ndrohen përmbamëset e pushtetit në Ulqin. Çka ndodhi? Brenda 2 viteve e dëshmojnë që s'mund se çka do që i bëhet jashtë rregullave do të përfundojnë. Për kemi disa vim drejt e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Edhe kemi qenë dëshmitar ku akuzat në zhvet njënës, palat të palës tjetër. Ja s'mund punohet me këtë palë, ja ke palësh destruktive, ja ke palësh destruktive, ja ke palë thjesht akuzat një pas njëshme. Shënodhër ma gjatë. Organizohen zgjedhjet, populli e votën e vetë, krijohet një farë tensionit artificial për i disa fazi, gjoja, se unë s'mund të marrë kvalifikime dhe tjera, gjoja që u shqit Malizi, u ba Malizi, u shqit Ulqini, u ba treti Ulqini, se Ulqini u kupu Ulqini, edhe krijohet një koalicion. Me të njëjtit subjekte, me të njëjtit përbamës. Çka ish ba por se çfarë ndryshimi, pse i shqit ky popull zgjedhje kur ish dashurisi në rregull. I pajtohemi me këtë konstelacion të ri. Po në rregull, ku janë rezultatet? Për 3 vjet asnjë investim, për 3 vjet Ulqini nuk mund të themi që ka lulëzuar ekonomikisht. Por kjo gjendje, kjo situatë ekonomike që ka mrit komuna Ulqinit të 3 vjet e fundit. Ju ndoshta dhe vreni edhe ju një farapatie në popull, një thjesht ka mrit pak kënaqësi e këtij qytet, këtij popull ka mrit deri në atë mënyrë që nuk flet kërkush kur gjama. Kërkush nuk ankohet pa. Do të thotë krijohet ka një fenomen trupor, kur i bie trupit një vend shumë dajak, ajo pjesë e trupit fillon nuk e ndin më dajakut, bëhet imune. Një kjo është të ndodhur me ekonominë, me situatën ekonomike e këtij qytet.
Thjesht kem pru këtë popullat në atë nivel që s'din ma kujti zajnë bes, kujti drejton, sa i përket a drejton subjekteve qytetare, cilat janë diskutabël sa e qytetare, sepse gjithë më kur vinë pyetje shqiptarët edhe ata partit edhe ma qytetare cilat janë pa të njëjtën politikë kanë për shqiptarë, apo të drejtë partisë në partive nacionale. Kem ba një turbullim në këtë popull. Kem të besimin e subjekteve shqiptarë në popull. Ky është problemi ma si të rikëthem, me kënd të rikëthem, me çfarë idesh, me çfarë veprimesh do të kthehet besimi te ky popull. E ky nuk kthehet vetëm me mënyrë deklarative. Ishte lehtë kritikosh për lypet ti popull ti qytet lypet mi afru alternativa, rrugë zgjedhje, rrugë dalje për ty në pozitë të cilat jeni. Kritika ishte mjeti më i lirë edhe mjeti më i lehtë në ushtrimin e politikës. Gjetja zgjidhjeve, afrimi zgjidhjeve, ai ishte më afër, sepse me afrimin e zgjidhjeve në fundit ka edhe bart edhe përgjegjësinë vetë me realizimin aty në ofertat cilat janë parashtruar para qytetarit. Këtë moment neve kemi situatën siç e kemi, por kemi edhe një diskontinuitet në vend një pa përputhje politikës lokale me atë politikën e cila mes subjekteve shqiptar të cila udhëheqet në Republikë. Do thënë, pavarësisht se i kemi bamun pak a shumë me subjektet njëjta. Do thënë, nuk kemi ala një koalicion, më them mendimesh, idesh, rreth cilave për se gjithë hedhin këtë tezë në tavolinë, po ala nuk paralizohet këtë tezë. Thjesht nëse nuk jeni në ujin e nxehtë, nuk keni nevojë të shpikim. Ne vetëm thjesht duhen të sillera konform aty në mendimet të cilat i kena të përbashkëta. Edhe nuk kena pa kena shumë mendime të përbashkëta. Pa hajde ulu, edhe bashkej këta mendime, edhe urdhna kanalizej që të kenë fuqin e një veprimit politik. Mos të kenë fuqin pe 3-4 anëve me atë fuqisë thjesht edhe zbehet edhe nuk e ka rëndësinë as politike, po që së shumë të shthurën. Dikush pa rezervë, dikush për interes tjetër, dikush kërken këtë, thjesht gjithë ankohemi kemi decentralizime, përfaqësimi dinjitosi shqiptare, përfaqësimi meritor në parlament, kemi pëtmine detare, kemi komunën e Tuzit, kemi thjesht një sër kërkesave të cilat për 3 minuta gjitha të kërkesa mund të sublimojmë një letër neve, për cilat s'kemi asnjë kundërshtim me zvedit neve. Ku vjen kundërshtimi jonë? Kundërshtimi jonë vjen kur këto kërkesa duhet parashtrohen aty ku lypen. Si parashtrohen ata kërkesa? Nuk parashtrohen ata kërkesa ti duke shku me pakicë të tjera, ti duke shku vetë, duke votu kundër, po edhe ti jetë drejt, s'pakuisht, që t'jesh, masi që si e pajtu ma prurje në ati lisht, që t'jesh indiferent gjatë votimit, nuk rëhen drejt të ty votu për punë veç me ra Unioni me fitu vota për sërbë në veç zinë Unioni. Po nuk ka 3 Unioni, Unioni gjallë. Pa kanë 3 shqiptarë, se në veç me pas 3 kanë 2 përfaqësues. Edhe shikimin në prizmet mushta, që mami të binë Unioni, se jena në matë fort për e gjeveris, e ka kalzu, apo u dëshmu që ishte destruktiv të damshëm për shqiptarë të Malizi. Se si qëfar fuqie politike kishim qenë shqiptarë, po të kishin kalu 3. Kishin qenë, po ja, në interesi dikuj s'ka qenë me qenë 3. Do të me ikë, me rakë, që t'jemi nëhë nështë të ma komod, cili komoditet kanë fitu. Qëfar komoditetit pos defaktorizimit, me fjalë populore, së na vetë kushe e në gjallë ma. Si do në munjallë në politikë Malizi, si do në mi pru faktorin shqiptar në ta binarë cilat i meriton në tjetë faktorin shqiptar. Në zguzom në cilat, në thjesht, kanë ardhë, janë dhe momentet që shqiptarët Malizi, ose do të piqen, edhe thjesht do të sillen konform interesit vërtet shqiptarëve të popullit cilin e përfaqësojnë, ose me të vërtet edhe populli ka me ditë me dhënë përgjigjen të ardhmen edhe s'kam qenë shumë i lidhur
nuk di sa ka me qeni përgatitur edhe populli jonë ma që të ketë besim vetëm të partitë nacionale. Masi që i lider të partive nacionale. Edhe mu bashkë me ta bashkë. Së dëshoj që të daham pijë, së unë kam gabimet e veta. Kam nështë edhe nështë në politike dhe kam bada hapat gabum se normal njerëz jena, paga bushëm s'jena. Por gjithë ti pranojmë gabimet e veta. Tullen atë bisedom, veprom. Sa i përket Malizi, sa i përket Ulqinit. Po ky qytet vesh dën mi dash ma tepër. Ky qytet dën vesh dashni ma tepër, ky qytet vjen fije. Edhe kja krizë që ishtë, edhe kja situatë që duket nështë edhe pas zgjedhshme. Kja ka zgjidhje, vetëm dën punë, dën angazhim, edhe dën ide mirë filltat, cilët garantojnë prosperitetin e këtij qytet. Nuk ishte mujtën që ky qytet nuk ka dalje nga situatë. Me në këtë mënyrë të udhëheqë nuk ka dalje, vetëm ka humnera dhe më të madhe. Nuk mund të udhëheqin pushtet duke shpërbap mjetet e këtij qytet. Nuk mund të ishte pa lejueshme. Një lokal të ha 1.000 euro, tjetri të harxhon rruga 50.000 euro, të harxhon 70.000 euro ka simas tekeve të dikuj. Para të kuj, lek të kuj harxhomna. Të harxhojnë 2 njerëz. A dini se në këtë komunë ka 2-3 njerëz cilët për 10 vjetë kanë harxhu ka 500, 600.000, 700.000 euro. Kjo ishtë cifra që janë eksakte. Për 7-8 vjetë, apo 10 vjetë cilët gjithën pushtet, vetën harxhesa rrugash, vetën reprezentacion, edhe me ditjet kush e di se çfarë kanë harxhu për 10 vjetë ka 700-800.000 euro. Tanë para vllazër, tanë lek. Ish let mi harxhu lek ata që s'janë mësu mi fitu vetë kurrë. Pravojnë mi fitu vete mi harxhu të lek. Se janë mësu mi fitu. Se po t'ishin mësu mi fitu, ndrosh harxhot mjetet e veta. Ky është problemi. Ka njerëz si ala kem raste makabër, si të janë me të vërtetë vrasin edhe kushjensin më të thjesht një qytetarit. Ne shkojnë edhe në për vetë shërbime marrin, furnizojnë shtëpijet e veta për vetë shërbimeve. Pa, mendojnë atë se nuk i shef dikush që shkoj bleka 200-300 euro mall një vetë shërbime dhe me çu mall në shtëpi shka një herë, shka 7-8 vjet. Me qenë se pa e bajnë për të gjithë punëtorët e komunës, hallalli qoft buka. Para bajnë 7-8 vjet, 10 vjet. Ka njerëz që s'kan paguar të 10 vjet benzinë, s'kan shti benzinë për para për lekë vetë në makinë. Nuk janë një për 10-15. Ban diferencime mes punëtorëve në komunë. Gjysë punëtorëve që kanë marrë rrogat me akontacije me avans. Gjysë punëtorëve i pretë 5-6 muaj. Që janë të diferencime, që janë të ndarje, edhe në çfarë mënyrë banë? Për përfitimet vogël thjesht, përfitimet cilët ndoshta munden të kenë efektin e vetë mas një viti, mas për 1 vjet për 2. Ky qytet ka nevojë për zgjidhje afatgjate. Ky qytet ka gjitha resurset që cilat garantojnë një progres dhe një prosperitet zhvillimit. Tërkaq, Andrija Qetković shtonë se pyetja e referendumit në vitin 2006 nuk ka qenë e qelluar. Ja bi se vratio na sami početak, znači na pitanje koje smo imali 2006. godine i oni otprilike ne mogu ga sada u potpunosti reći kako je izgledalo, ali otprilike je to izgledalo da li smo za nezavisnu i međunarodno priznatu Crnu Goru. Mi smo u toj kampanji govorili da pitanje treba da bude drugačije i na našu žalost definitivno je to ispalo tako. Mi smo govorili da to pitanje treba da bude da li smo za privatnu državu prve i druge familije. Ono što jeste bio naš projekat 2006. godine ne može niko kritikovati jer on definitivno nije zaživio. Mi iz punih usta možemo da kažemo da smo 2006. godine bili u pravu. Šta smo dobili od toga što smo 2006. godine navodno dobili nezavisnost? Ja mislim da je Crna Gora u ovom momentu mnogo više zavisna u ekonomskom smislu nego što je to bila 2006. godine. Mislim da iako je Socijalistička narodna partija u tom momentu iz potpuno jasnih političkih razloga bila protiv tog i takvog referenduma,
je očekivala ipak da će se u tom smjeru poslije završetka referenduma desiti neke stvari po pitanju vladavine prava i promjene sistema vrijednosti. Sada je potpuno jasno da se u tom smjeru ništa nije desilo. Danas, bez obzira što neki pokazatelji, statistički pokazatelji pokazuju da se neke stvari u ekonomskom smislu promijenile na bolje, mislim da je faktičko stanje sasvim drugačije. Mislim da danas ljudi to najbolje osjećaju u svojim budžetima. Svakako je osnovni problem danas u Crnoj Gori ekonomsko stanje. Svakako to bih potkripio sa nekoliko pokazatelja, znači šta su to otprilike, šta to pokazuju brojke. Od 2006. godine naša administracija, to jest naša vlast, nije uspjela da ubere nekih 100 miliona od koncesija, nekih 300 miliona je otišlo iz naše države zbog toga što monopol drže neke telekomunikacione kuće. Svakako imamo 600 miliona eura, znači nenaplaćenog poreza, i to je sve zbog toga kako se ovaj sistem vrijednosti ne bi promijenio. Nažalost, i danas imamo neke političke subjekte koji dalje potenciraju, znači, te podjele referendumske, i to mislim da je jako, jako loše za Crnu Goru i svakako za Ulcinj u Crnoj Gori. Ulcinj je definitivno, kao što je bio, čini mi se, prije 2006. godine na samom začelju, znači, Crne Gore, i razlozi za to su svakako i to što u kontinuitetu imamo, znači, nesposobne vlasti u lokalu, a svakako se u Ulcinju dešavaju vrlo neobične stvari. I od onog perioda kada smo 2006. godine imali 90% ljudi koji su, to jeste građana u Ulcinju, glasali za nezavisnu Crnu Goru, do današnjeg dana kada je 9 godina od nezavisnosti je potpuno splasla euforija, to jeste potpuno razočaranje onim što se očekivalo. Da li je to samo razlog, to razočaranje i nedostatak euforije, što danas na 9 godina od nezavisnosti Crne Gore nemamo maltene nijednu državnu zastavu na nijednoj instituciji u Ulcinju. Ili su Albanci očekivali nešto drugo, znači građani Ulcinja, prevashodno Albanci, očekivali nešto drugo da će dobiti od nezavisnosti. Mislim da su u svakom slučaju apsolutno razočarani time što su na referendumu dobili. U nekom prethodnom periodu Albanci su bili itekako zastupljeni u državnim institucijama, svakako u dugom periodu su imali ministre u vladi Crne Gore, danas nemaju nijednog značajnog službenika u državnoj administraciji, tako da se ta pozicija apsolutno nije popravila, a oni su i kroz taj svoj glas itekako doprinijeli nezavisnosti Crne Gore. U prvom dijelu sam govorio o tome da je ono što je bilo neophodno da se uradi, što smo i mi, znači, očekivali da će ipak u nezavisnoj Crnoj Gori jače zaživjeti, to jeste pravna država, ona nije apsolutno zaživjela, tu nema nikakvih pomaka, znači u dijelu, znači, vladavine prava, promjene sistema vrijednosti, administrativnih kapaciteta se apsolutno nije ništa desilo. I to je jako loše. Znači, očekivali smo svakako da će u Ulcinju doći nove investicije, one još uvijek nisu ni u naznakama. Ja ne znam što je razlog tome, vjerovatno da krivicu u tom dijelu pomalo snosimo i mi kao građani, pošto nismo davali dovoljno aktivnosti u tom smjeru, ali eto, to izgleda otprilike tako. Znači, na kraju, znači, mnogo malo investicija je došlo i u čitavoj Crnoj Gori. Mislim da smo propustili mnoge šanse, a da to nismo smjeli da uradimo. Kurse këshilltari i Frontit Demokratik, Milan Rolović, flet mbi kushtet e sotme të rënda ekonomike, sidomos për shportin e konsumit të gjerë, të cilat familje shpeshe edhe e kanë shumë vështirë të përballojnë. Da, 65% bruto društvenog proizvoda, ili ako to prevedemo u cifre, ako sam dobro, da je Crna Gora dužna bila 2006. 700 miliona, a da je na današnji dan od svake građane, naravno, kad se to podijeli
na glavu stanovnika ukupno dužni 2 milijarde i 200 miliona, onda možemo prepostaviti samo dio koliko smo u ekonomskom smislu uslovno nazadovali. Gospodin Jelić će prije neki dan izjaviti da je plata, što se odnosilo i na moju platu, jer ja radim u javnom sektoru, bila prosječna negdje oko 290-300 eura 2006. godine, da je sada 480, skoro 500 eura. I to je sigurno statistika i taj podatak je tačan. Ali kad pogledamo koliko je bila potrošačka korpa 2006. godine, a koliko je danas, pa nam trebaju 2,5-3 prosječne plate za jednu potrošačku korpu četvoročlane familije, taj razmjer nije bio 2006. Ja ga ne znam, ali znam sigurno da nije bio. Kada pogledamo cijene struje, goriva, osnovnih namirnica 2006. i 2009. i pored tog povećanja plata, možemo reći, ili mogu svoje ime reći, da sam u uslovno loše ekonomske situacije, nego 2006. Da se pogrešno ne shvatim. Lično ja, a i pretpostavljam i drugi građani koji su u sličnoj situaciji, tu ekonomsku slabiju poziciju Crne Gore 2015. odnosno na 2006. kompenzuju tim što više rade. Znači, to je jedini način da se izboriš protiv toga, jeste da više radiš i na taj način i lično pokušam. U političkoj sferi je, da se ne bih vraćao na taj 21. maj, da se ne bismo vraćali 2005. kako se tu došlo i šta je sve tu bilo, sve je to zapisano lijepo, sam taj dan čin glasanje, prvenstveno ono što je prethodilo o tome, nećemo se vraćati, ali to samo da kažemo, to je ipak negdje dokumentovano u jednoj bijeloj knjizi, šta se sve dešavalo prije i poslije toga, ali idemo da u političkom smislu, da, Crna Gora obnovila svoju državnost i tako je trebalo da bude, i ustavno to utemeljila, dobili smo novi ustav i u toj političkoj sferi to je fakat koji teško da se može mijenjati, teško da je vrlo malo subjekata, gotovo nimalo na političkoj sceni Crne Gore, koji bi taj status državotvornosti Crne Gore danas u današnjem momentu mijenjali. Nemam kapacitet da pričam u ime opozicije, ali ono što posmatram kao, ajde da kažem, politički aktivan čovjek, ono što posmatram, znači ta stvar je riješena. Drugo su posljedice načina koji, da li tu ima nekih elemenata, nešto drugo, to je druga stvar. Znači, Crna Gora, himna, zastava, to je jedna završena stvar, došlo se do toga na način na koji se došlo i u tom političkom dijelu je to moment koji je u kontinuitetu. Uvijek sam mišljenja i u dijelu da je ekonomski moment taj na koji mi danas, a pogotovo mi u Ulcinju to osjećamo, da je taj ekonomski moment glavni, da je on drastičniji u odnosu na lošiji u odnosu na 2006. Imaćete podatak da je 5.000 ljudi zaposleno više 2015. nego 2006. godine, ali ćete imati isto tako podatak da od 40 najvećih preduzeća ne uplaćuje doprinosi, da duguje ne znam koliko miliona eura državi za porez i doprinose i da se nalaze u blokadi. Tako da to kad uporedite jedno s drugim, definitivno ekonomisti to znaju mnogo bolje od mene, mislim da je situacija mnogo lošija. U dijelu demokratije koja se desila, demokratskog nekog kapaciteta, demokratskog razvoja vlasti, demokratskog javnih institucija, javnog servisa, najbolji je primjer koliko smo napredovali a da je aktualno za ovaj moment, od 2006. do 2009. dnevnik radio televizije Crne Gore prije 2 dana. Gdje? Predsjednik Skupštine Crne Gore posjećuje Mađarsku, koja je naša kontakt, pa ću se poslije nadovezati, koja je naša kontakt država za NATO integracije. Gospodin Konjević isto u vezi Ministarstva unutrašnjih poslova gostuje u Njemačkoj. Predsjednik Skupštine dobija 2,5 minuta na dnevnik za posjetu Mađarskoj,
gospodin Konjić dobija manje od 60 sekundi, a da bi gost Dnevnika u prvih 8 minuta bio gospodin Ivan Brajević koji nam priča o putu i o svojoj kandidaturi za predsjednika SDP. To je dno dna dokle može nešto što ja plaćam i što plaćaju svi građani Crne Gore, a zove se javnim servisom, da sebi dozvoli. Ja mislim da do toga, upoređujući još ono referendumsko vrijeme 2006. da napravim da je to taj nivo, ako nismo još malo niže pošli što se tiče pitanja javnog servisa, pa kroz javni servis ukupno i demokratskih nekih kapaciteta kojima je Crna Gora kojima Crna Gora teži ide. Samo bi se sad vratio i sad je ono što se van svih ovih ekonomskih parametara kojih ima još dosta, ali ja kao ekonomista ili ne mogu da popamtim ili samo ispratim i sigurno bi ekonomista na moje mjesto mnogo bolje govori o tome, sad se stalno nameću NATO integracija, znači zaboravljajući sve ovo što, ili barem dio ovoga koje sam pomenuo u ekonomskom dijelu napred od 2006. do 2015. godine. Ali nikako da mi se odgovori na pitanje, smatrujući da je to klasično demokratsko pitanje i da definitivno pozicija Crne Gore u NATO-u treba da riješi referendumom. Jednim korektnim referendumom i da poslije toga Skupština sama od sebe, i to je stav i političkom subjektu koji pripada, i da poslije toga Skupština Crne Gore eventualno verifikuje ili ne verifikuje tu odluku na referendumu. Ali radi se o drugom momentu. Dakle, stalno da bi se zaturila priča o ekonomskoj situaciji u samoj Crnoj Gori, jer to se malo predstavlja da ulazak u NATO poteklo bi med i mlijeko. Taman bi poteklo med i mlijeko kao što nam je poteklo med i mlijeko kad smo ostvarili nezavisnost Crne Gore. I kao, evo, gdje smo došli ove 2015. godine. Ali nikako da dobijem odgovor samo u jednom dijelu tih NATO integracija u kome to prijeti Crnoj Gori opasnost ukoliko ne bi ušlo u NATO. Ukoliko prihvatimo da je Albanija naš istočni susjed, da je u NATO-u, ukoliko prihvatimo da je zapadni susjed naš Hrvatska u NATO-u, pretpostavljam da bi vrhuška Crne Gore htjela da nas odbrani jedino od Srbije. I do duše Republike Srpske su, odnosno Bosne i Hercegovine su to dvije zemlje sa kojima se mi graničimo. Nikako da dobijem odgovor na to, osim tog ekonomskog prosperiteta, koje nam kolektivne stabilnosti, kolektivne bezbjednosti, ko će to da naruši granice Crne Gore, šta je to u tom dijelu. Što se tiče vladavine prava, ja mislim da aktuelnoj vlasti od prije, znači to je negdje izjava od prije godine pa dana, otprilike, kada je komesar za proširenje Evropske unije rekao da u sljedećih 5 godina neće biti proširenja Evropske unije sa novim članicama. Ja mislim da ljepšu vijest aktuelna vlast, prvenstveno mislim na DPS i dijelu SDP-a, nije od toga mogu dobiti. Oni su sad relaksirani ulaska sljedećih 5 godina i oni su mirni jer znaju otprilike šta ih čeka, šta sve treba prihvatiti sa ulaskom, sa ispunjavanjem kapaciteta Evropske unije. Pa onda vidimo ova fingiranja, borbe protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala. Znate, kad vidite susjednu zemlju, evo, nećemo daleko, Hrvatsku, Albaniju i Srbiju, da vidite da stvar ne prođe 10 dana, 15, da je uhapšen neki političar ili da je uhapšen neki direktor banke, direktor preduzeća, oprostite, ali ne mogu da vjerujem da toga nemaju u Crnoj Gori. Možda griješim, možda smo mi ovako Bogom dani da nas nema u tim vodama, ali jednostavno ne mogu da vjerujem da ako ima u Albaniji, ako ima u Hrvatskoj, ako ima u Bosni, ako ima u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, ako toga ima, a da nema u Crnoj Gori, odnosno da imamo 1 i 2 slučaja koja nam se vuče 3 godine, za mene je to neprihvatljivo i jednostavno nemoguće. To je samo pokazatelj da neko nema volju da sprovede ono što mu je dato u zadatak. Albanci u Crnoj Gori su dali veliki doprinos za obnovu nezavisnosti u Crnoj Gori. Kako vi gledate na to? Ima li pomaka što se tiče poboljšanja statusa Albanaca ili pozicije? U principu svi živimo u istom prostoru, živimo u Ulcinju i dobro znamo kako smo živjeli 2006. godine, kako živimo danas. Nema veze ni sa Albancima, ni Crnogorcima, ni Srbima, ni Rusima, ni Rusinima. Svima nam je jasno da živimo lošije nego 2006. godine. I po pitanju i turizma i svega toga što uz to ide.
ja nisam taj koji mogu u principu moram posmatrati samo sa strane nacionalne interese Albanaca kojima oni teže. Ono što sam lično ubjeđen da postoji taj diskontinuitet, vrlo su slični programi albanskih nacionalnih partija, ali momentum kada to traži, način na koji traže je problematičan, jer mislim da je kao participijenti vlasti preko Skupštine u Demokratskoj partiji socijalizma SDP-a i bošnjačke i stranke, Albanci imaju jedan dosta jak, odbornici imaju jednu dosta prilično jaku poziciju i pretpostavljam da kad bi došlo do potpune homogenizacije u smislu 2 ili 3 tačke koje bi trebalo ispuniti u određenom periodu, da bi definitivno albanski nacionalni subjekt to mogao da uradi. Ali vi imate primjer, evo tu ću sam uzeti digresiju i u principu ću stati, jer to je stvarno pitanje albanskog nacionalnog korpusa. Tu ću stati, vi imate poziciju opštine Tuzi, koja se obećava 15 godina. 10 godina se obećava. Pa neće biti da je za to kriva opozicija ili da je problem negdje u opozicijalnim strankama Crne Gore. Problem vam je u onima sa kojima albanski nacionalni subjekt pregovara i koji mu obećava i koji to pitanje definitivno ne ispunjava. Sad, koliko su svi tu iskreni, koliko nisu, to je već problem u koji ja ne bih ulazio. Ovo je bilo prvo pitanje. Pa možeš sad da prekidaš da bi znali